me beso, spaku, jo për Sali Berishën, jo për Flamur Nokën, jo për Dasulën, po për ato qytetarë, se po ju garantoj që të gjithë shumica e qytetarëve atje, po është njerëz të thjeshtë, votues të thjeshtë, e identifikoj spakun si një diçka e jashtëzakonshme që të shpëtoj vendin, një shpresë more për politikën. Po këty është problemi. Dhe njerëzit votojnë, çfarë bëri Rama? E bëri 2 javë retorikën për spakun, pastaj tha, s'ka më shansa të prekë spakun. Ne e quajmë organizatë kriminale, Berisha e quajmë organizatë kriminale. Ç'është gabim kjo? E tmerrshme, do ta shkri, do ta zhduk. Çfarë thua ti mos? Dhe njerëzit nuk ta besojnë gjë të tillë. Këto janë 4 faktorët. Penalizimi. Kjo fundit besoj duhet të ketë qenë penalizimi juaj. Spaku patisë spakist, u tha aty. Mos ja gjoj merrem me spakist. Dhe është thënë tjetër datën 12. Data 12 maj. Atë kishim merak më të madh. Kjo goja ime nuk rri. Kjo llapa ime në gjuhën popullore nuk rri, sepse unë nuk kam s'mka as detyrim Sali Berisha, si kam as detyrim Sali Berishës. Pavarësisht që ka qenë kryeminist, kryetari i partisë e gjërat. Po s'kam bë afera, s'kam bë biznes, s'kam bë çaquata pislliqe, s'kam vjedh në kuptimin që ti ke vajt, ti ke trokit i ministrit, ti ke trokit kryeministët që duhet absolutisht. As më ka detyrime, as i kam detyrime, dhe as ka përfituar, s'ka kurrë tender, s'ka marrë kurrë tender, dalë këtu, kam 20 vjet politikë, qoftë se do ishe për fol dhe unë i shkret, jo të gjithë, sepse një pjesë e mirë janë burrat nërshme e gratë nërshme në politikë, i vresoj, një pjesë tjetër janë ashtu. Dhe nuk e kemi bërë gjë të tillë. Dhe unë do ishte me datë 12 zëri që të ti, pa diskutim. Tani, i takon Jurita Tabakut flasi, i takon Iliri Lemeti flasi, i takon atyre, atit Aulon Kalas flasi, i takon edhe të tjerë. Dhe kjo pra lista, sepse lista motor e Durrësit u bë një listë më e mirë dhe neti rezultatit 8-6. Dhe të garantoj që t'ishte Luciano Boçi, drejtues i Partisë Demokratike në Elbasan, Dash Sula, apo Zheni Gjegje, sepse kam thonë prapë herë tjetër që është hera parë për 35 vite që komuniteti krishterë në Elbasan, katolikë dhe ortodoks, dhe ato që themi në gjuhën popullore që themi çopet e lagjes Kala që kanë figura shumë të ngritura dhe Shënkolli, lagjes Shënkolli, të papërfaqësuara. Për herë të parë, 7 bashki e Elbasani, gjithë Peqin, Belç, Sërrik, Gramsh, Prejze, Librash, pa përfaqësuar në listën mbyllur. Ishin vetëm figura, vetëm për qytetin e Elbasanit, dhe u pasi ndodhi. Merë rastit, komuna ime ku kam lindur unë, jam rritur unë, nga 250 vota që që gati në vitin 2021, doli minus 1200 tani. Nga 800 vota që kishim ne, diferencë me PSN në 2021, 5300 tani.